Kanë nisur punimet për ndërtimin e trotuareve dhe hapësirave të parkimit në rrugën Riza Agaçi, e cila lidh lagjen nr. 1 të zonës së ish SMT-s dhe pallatin gjashtkatësh, të ndërtuar nga enti i banesave për familjet e Pastria me qendrën e qytetit të Roskovecit. Ky investim po realizohet me fondet e buxhetit lokal të Bashkisë Roskovec nëpërmjet ndërmarrjes së shërbimeve publike. Kryetaria e bashkisë Majlinda Bufi shpreh se projekti parashikon ndërtimin e trotuareve, sistemimin e ndriçimit publik, qelbërimin e zonës dhe krijimin e vend parkimeve për automjete. Punimet pritet të përfundojnë brenda afatit 6 muajor të përcaktuar në projekt. Pas një kërkesë jo vetëm të banorëve, por në fakt edhe për të sistemuar gjithë sheshin tek pallati që është ndërtuar nga enti i banesave, sipas një marrëveshje që ne kemi hartuar me ta. Ne sapo kemi filluar punën për të sistemuar gjithë zonën, një pjesë të zonës me trotuare dhe me ndriçim. Dhe një pjesë tjetër ka parkinge. Ky është një investim që po realizohet nga Agjencia e Shërbimeve me drejtorinë e investimeve dhe drejtor Geni, inxhinier që ndjek të gjithë punimet. Me materialet të bashkisë, pra nuk kemi një shpenzim të drejtë për drejtë buxhetor për këtë investim, por kemi vetëm blerje materialesh, sipas gjithë sasisë që kemi patur dhe në magazin, gjendje, me fuqinë punëtore që është pjesë e agjencisë dhe ndërmarrjes së investimeve, dhe me këto mjete që ka bashkia, ne do të mbyllim këtë investim sipas afatit të parashikuar në grafikën e punimeve të realizuar që më parë. Besoj fundi shtatorit, me gjithë punimet dhe me gjithë zërat që ka ky investim do të jetë gati për lagjen, për banorët e lagjes edhe për banorët e pallatit të ri të realizuar nga enti i banesave. Bashkia e Roskovecit asnjëherë nuk e ka ndalur punën, do të vazhdojë jo vetëm në këtë segment, por edhe me segmente të tjera të cilat kanë nevojë për këto punime dhe për këtë lloj sistemi. Banorët e zonës shprehen të kënaqur me nisjen e punimeve, duke theksuar se pas kërkesave të vazhdueshme për përmirësimin e infrastrukturës rrugore, po bëhet realitet një nga investimet më të domosdoshme për lagjen e tyre. Sipas tyre, rruga e re do të përmirësojë ndjeshëm lëvizjen dhe do të japë zonës standarde bashkëkohore. Kjo po bëhet është një investim i rëndësishëm për neve. Na rrit jetën, na e bisleku, na bën më të kulturuar se që jemi. Këto janë gjërat që vjen drejt Europës. Kryebashkiakja Majlinda Bufi theksoi se investimi për transformimin e rrugës Riza Agaçi në qytetin e Roskovecit do të ndikojë drejt për drejt në lehtësimin e qarkullimit dhe rritjen e sigurisë dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për banorët e Roskovecit.